Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, sot në Shkodër nderoi martirët e 2 prillit, Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu, Besnik Çeka, që dhanë jetën për votën e lirë dhe pluralizmin në ngjarjen tragjike të vitit 1991. Jemi këtu për të shprehur nderimin ton më të thellë, mirënjohjen më të pakufishme për martirët e votës së lirë, herojt e vërtet të Shkodrës dhe të mbarë Shqipërisë, Arben Brocin, themelues i pluralizmit dhe Partisë Demokratike, Bujar Bishanakun, aktivist i shquar, Nazmi Kryeziun, aktivist i shquar i Partisë Demokratike dhe Besnik Çekën, aktivist i shquar i kësaj partie. Por ne nderojmë gjithashtu edhe 87 qytetarë të Shkodrës që u plagosën atë ditë masakre, të cilën Shkodra nuk e kishte regjistruar ndonjëherë në kohrat e reja, në memorien e saj.